I çmenduri dhe namaziti në xhami. Miq të dashur, në një katund, një i çmendur bëri një akt të pazakonshëm. Ai futet në një xhami dhe dëshiron të falë xhuman sikur i tërë katundi. Mirëpo sheh diçka të çuditshme në shpinat e njerëzve dhe del sërish, vrapon për të shtëpia, ngarkon shpinën e tij me drum, e lidh mirë dhe niset për te xhamia. Hyn në saf dhe vazhdon të falet sikur të tërë tjerët. Problemi që ndodh ishte se drumt e tij anësh po e dëmtonin namazliun tjetër, dhe kështu që po bie në ruku në sejdë me shpinë të ngarkuar. Të gjithë u habitën. Me përfundimin e namazit, ju drejtuan hoxhës xhamati. Hoxhi i dashur, fol të lutem me këtë njeri për shkak se po na dëmton, po nuk jemi të rahatshëm në namaz, po na krith me drumt e tij dhe kështu me radhë. Hoxha e thirr këtë lloj të çmendur dhe e pyet: "Djalë i mirë, pse bën kështu në xhami? Pse e ke ngarkuar shpinën?" Tha hoxhi i dashur: "Unë u vnova për në namaz dhe kështu që dëshiroja detyrimisht që të falem, mirëpo kur hyna në xhami, i pash njerëzit të cilët kishin në shpinat e tyre ngarkesa të lloj-llojshme dhe mendova që është obligim me pas diçka në shpinë. Dhe kështu që shkova shpejt, ngarkova drumt edhe erdha." U habit hoxha: "Me çfarë ngarkesesh? Nuk shoh ngarkesa në shpinë të njerëzve?" Tha: "Po, filanin që e shef këtu në saf të parë, ka ngarkesë, një shpionazh të madhe që e ka bërë, dhe jam këtu e pa me sytë e mi. Dhe të gjithë ato njerëzit të cilat i ka shpionu, i ka në shpinë, jam duke e pa, nuk i shihni ju?" "Jo. Ky dyti ka në shpinë një copë të livadit të filan personit, edhe atë livadin dhe filan personin e mban në shpinë, unë jam duke e pa. Ky i treti e ka në shpinë këtë, ky i katëri e ka në shpinë këtë, dhe filloi t'i numëroj njerëzit se çka mbajnë në shpinat e tyre, përderisa hoxha dhe xhamati nuk i shihnin ata. Që të kontrolloj hoxha këtë dhe të shoh se a është me të vërtet kjo punë që flet, e pyeti: "E djali i dashur, e çfarë mban hoxha në shpinë?" Tha hoxhi i dashur: "Ti e ke një lopë të bardhë të madhe mbi shpinë. Dhe duke u falë gjatë tërë kohës e përgdhelshe se ishte lopa e smund, nëse do të gjallëroj, pra nëse do të mbijotoj apo jo. Edhe për fat keq edhe ti ke diçka mbi shpinë, dhe kështu që u detyrova të marrë edhe unë diçka." Hoxha u kthye nga xhamati duke thënë: "O njerëz, po më duket se ky njeri sheh më shumë se sa ne, dhe po më duket se është më i mençur se sa ne të gjithë. Dhe është e vërtet se gjatë namazit tim kam pas breng lopën që ka lënë të shtëpia, kur të kthehem pas namazit, a do ta gjej të gjallë apo jo. Dhe këto brengat dhe obligimet që i mbajmë mbi krye, ky njeri na i shif ka neve mbi shpinë, si barë." Miq të dashur, çfarë bare kemi ne kur hyjmë në namaz? Allah na i falë. Mbeqit mirë dhe selam.